Kushtet në shkollën fillore Vasil Glavinov të fshatit Kullkovec të Velesit kanë shqetësuar edhe ambasadën e parë të fëmijëve me gjashje në Shkup. Përfaqësuesit e kësaj ambasade kanë dalë në terren për të parë nga afër hapësirat në të cilat të zhvillohej procesi mësimor. Madje drejtori i Megjeshit, Dragi Zmianac, përkujtoi institucionet e shtetërore se Maqedonia ka ratifikuar Konventin për të drejtat e fëmijëve dhe se institucionet përgjegjëse janë betuar se çdo fëmijë do t'u mundësoj të drejtën për arsim dhe kushte normale për procesin mësimor. Atë që e vërim në terren është se kushtet jo vetëm që janë shqetësuese, por nuk janë të duhura për jetën e fëmijëve në këtë vend. Vlerësojmë se fëmijët meritojnë jo vetëm të sigurohet hapësira, por edhe kushte për mësim, pasi këto të fundit nuk janë as pak të përshtatshme. Duhet që shteti, Komuna e Velesit dhe Ministria e Arsimit të mundsojnë kushte cilësore për arsim cilësor dhe kuadër të duhur. Fëmijët këtë e meritojnë dhe ka mënyra të ndryshme për të siguruar mjetet për këtë qëllim. Ndërkohë në Ministrinë e Arsimit, drejtuesi i këtij dikasteri, Pishtar Lutfiu, takoi kreun e Komunës së Velesit Slavço Çadiev, me të cilin përveç kushteve në shkollën e Kullkovecit, kanë biseduar edhe për angazhimin e një mësuesi. Lutfiu njoftoi se të ejtën do të vizitoj fshatin Kullkovec, ku bashkë me përfaqësuesit e Mashit do të bëjmë vlerësimin e gjendjes së godinës shkollore dhe nëse e njëjta mund të rinovohet ose duhet të ndërtohet objekt i ri shkollor për nxënësit shqiptar të këtij vendbanimi. Rreth 50 nxënës të shkollës në Fjalë janë rikthyer mësimit një ditë më parë pas bojkotit 3 javësh për shkak të kushteve të rënda. Megjithatë, bojkoti mund të fillojë sërish nëse autoritetet nuk mbajnë premtimet për përmirësimin e kushteve.